E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi edhe një herë për të ndaluar tek banori tashmë më i dashur i publikut shqiptar Stenaldo Mhilli. Ë të gjithë në fakt e prisnim që lëvizja e tij të ndodhte në Instagram. Nata e mbrëmshme ishte një natë me shumë emocione ku Stenaldo takoi vëllaun e tij të gjakut pas shumë vitesh. Pas shumë vitesh largesë të njëri tjetrit, por jo shpirtërisht, fizikisht. Vllau i Stenaldos ishte rritur nga halla e tij, domethënë nga halla e babait të vllaut të Stenaldos, që nuk kupton domethënë arrita të kuptoj që këto janë vëllezër nga e njëjta nën, por jo nga e njëjti baba, sepse nëna e Stenaldos ka patur një histori tjetër në jetë dhe domethënë një histori që në fakt ka përfunduar, por që i dha një dhuratë më të bukur, ja dha këtë çunin. Dhe Stenaldo, me mundësinë e produksionit të televizionit Top Channel dhe Big Brother, takoi vëllaun e tij, një emocion i cili më pas pati një shpërthim jashtëzakonisht të madh të lotëve. Domethënë sido që të jetë jeta, asnjëherë gjaku i nuk bëhet. Dhe unë e di që këtë dhimbje shpirtërore edhe këtë emocione ka përjetuar dhe nëna e Stenaldos, sepse më preku një gjë kur Stenaldo e pyeti vllaun e tij a ke takuar fluturën, a ke takuar nënën tënde realisht. Dhe ai ashtu i ndrojtur tha jo, por pati një premtim që, domethënë prej këtij takimit ne do të vazhdojmë shumë të lumtur bashkë. Dhe unë prandaj e quaj nënën e Stenaldos heroin, sepse ajo pa marrë parasysh se si ka ardhur jeta, me shumë sfida, nuk është e lehtë të rrisësh një djalë me një problem të këtill, por ajo ka treguar që dashurinë për fëmijët dhe edukatën e këtyre fëmijëve nuk e ka hequr kurrë nga vetja. Dhe pikërisht ditën e sotme, krenaria më e madhe e kësaj familje dhe Big Brotheri i fituar i kësaj familje është kjo. Stenaldo, qaf për qafe me vllaun e tij, e shkrepur në fakt nga kamera e televizionit Top Channel, kjo fotografi postohet në Instagramin e Stenaldos duke shkruar 2 vëllezër, presje, një shpirt edhe 2 zemra të kuqe. Dhe jam i bindur që ky mesazh vjen nga nëna e Stenaldos, duke u ndjerë krenare dhe shumë e lumtur që pas shumë vitesh, pa marrë parasysh sfidave të jetës, Zoti vendosi që këtë familje dhe këtë bekim shpirtëror ta bekoj përsëri dhe ta jetojnë të 2 vëllezërit këtë kënaqësi. Stenaldo mbrëm ka qarë si asnjëherë më parë. Mali, Brikena, Mateo ju afruan afër duke e përqafuar dhe duke i dhuruar forcën që ti je i fortë edhe jetoje këtë moment, por edhe vllau i Stenaldos pati një moment që syt ju mbushën me lot ashtu siç na mbushën të gjithë ne. Unë ju uroj vetëm të mirat në jetë, por doja ta ndaj këtë moment të bukur me ju, domethënë familja tashmë është e bashkuar, është e kompletuar dhe shoh që Stenaldos i ka dhënë shumë forcë, andaj le ta mbështesim që ai të del fitues ashtu siç në fakt i premtoi mbrëm vllaut të tij.